I gjithë fokusi në këtë zgjedhje ka qenë tek Aleanca, dhe kjo për faktin e vetëm sepse qëllimi Albin Kurtit dhe i vetëvendosjes ka qenë që ta zhduk Aleancën pasi faktikisht kishte falimentuar nisma socialdemokrate dhe kishte kriju një percepcion mbi të cilin ishin ato pritshmëri që edhe Aleanca do të zhduket. E kishte bërë me qëllim edhe që ta injoroj Aleancën në zgjedhjet e fundit për gjatë mandatit parlamentar, me këtë potezë, pra me një objektiv caktuar për të shkuar në zgjedhje dhe Aleanca për të hapësuar mos kalimin e pragut. E vërteta doli krejtësisht ndryshe, siç po e shihni edhe vetë, kuptohet që ne ishim në një reformë, pra në zgjedhjet mbrëmshme, dhe kjo na shkaktonte vërtet telashe për elektoratin, mirë po, si që e pom edhe ne gjithë, atë prag që ne kam përmend që 25 vjetë, ne faktikisht prap jo vetëm se e kaluam, po jemi partia më stable dhe partia fituese këtyre zgjedhjeve në mënyrë të pakontestueshme. Sepse për te një rezultati të pritshëm dhe të arritshëm që e kemi, është fryma. Gjithçka nga këto zgjedhje do ndryshoj për Aleancën dhe prej Aleancës për gjithë Kosovën. Nuk do t'jetë kur më historia e njëjtë për Aleancën dhe kur më nuk do t'jetë historia politike e njëjtë për Kosovën. Çfarë paralajmërimi është ky? Ky është paralajmërim sepse Aleanca do të rritet. Do të luftoj jo më për atë prag për cilën flitet, por Aleanca ka filluar reformat e saj të thella këtë vitin e fundit dhe ato reforma do të vazhdojnë për të krijuar një model të tërë, një partie bashkëore, e cila do të garojë në mënyrën më të fuqishme të mundshme në zgjedhjet e ardhshme kurdo që të jenë ato.